Të jetosh në Shqipëri duhet guxim prej budallaj. Një analizë mbi vendin ku mbijetesa është bërë heroizëm dhe ndeshmëria marrëzi. Tiranë ka një fjali që dëgjohet gjithnjë më shpesh në Shqipëri, e thënë me një buzëqeshje të hidhur e sarkastike, të jetosh në këtë vend duhet guxim prej budallaj. Nuk është shaka. Është diagnozë. Është mënyra se si një shoqëri e lodhur përpiqet të qesh me tragjedinë e vet. Në një vend ku çdo vlerë përmbyset, ku ligji shitet, ku puna nuk shpërblehet, ku ndeshmëria të bën të varfër dhe korrupsioni të bën ministër, të jetosh e të mos ikësh është një akt rebelimi që kërkon më shumë se guxim, kërkon marrëzi. Kthimi i absurdit në normalitet. Në Shqipëri, absurdi është bërë pjesë e përditshme e jetës. Rrugët janë të mbushura me makina luksoze që i drejtojnë njerëz pa asnjë të ardhur të deklaruar. Ministrat flasin për suksese ekonomike, ndërsa spitalet nuk kanë as shiringa. Të rinjt ikin çdo ditë me avion, autobus apo me gomone, ndërsa televizioni flet për bomë turistik dhe rritje rekord të mirëqenies. Në këtë vend, propaganda nuk është vetëm mjet politik, është realitet paralel. Ajo i bën njerëzit të dyshojnë tek vetë sytë e tyre. Kur paguan 20 euro për 1 kilogram mish, por dëgjon në lajme se inflacioni është nën kontroll, duhet ose të jesh hero, ose budalla për të mos shpërthyer. Korrupsioni si oksigjen. Shqipëria është bërë një laborator i korrupsionit të institucionalizuar. Nga gjykatat e deri te spitalet, nga ndërtimet e deri te tenderat, çdo hap ka një çmim në dorë. Jo për luks, por për ekzistencë. Në administrat, rrogën e merr jo kush punon, por kush i shërben partisë. Në universitet, diplomën e merr kush ka lidhje, jo kush ka dijeni. Në gjykat, drejtësinë e fiton kush paguan më shumë, jo kush ka të drejtë. Në këtë klim, ndeshmëria nuk është virtyt, është vetvrasje profesionale. Kështu krijohet kultura e cinizmit, njerëzit nuk besojnë më në asgjë. Kur e gjithë shoqëria ushqehet me korrupsion, morali vdes. E kur morali vdes, mbetet vetëm ironia për të mbijetuar. Shteti që nuk ekziston. Shqipëria ka qeveri, por nuk ka shtet. Ka ministra, por jo përgjegjësi. Institucionet janë zbrazur nga kuptimi i tyre, janë kthyer në vitrina ku çdo vendim merret për interesa, jo për ligj. Në fshatra, mjeku mungon. Në qytete, mësuesi ikën. Në polici, gjendet korrupsioni që duhet të luftojë korrupsionin. Në parlament debatohet për orë të tëra mbi nderin e politikanëve, ndërsa vendi po zbrazet nga populli i tij. Edi Rama flet për Shqipërinë që ndriçon, por qytetarët ecin në errësirë, jo vetëm nga mungesa e dritës, por nga mungesa e shpresës. Në çdo cep, një shtet që nuk të mbron, nuk të shërben dhe nuk të dëgjon. Vetëm të ndëshkon kur guxon të ankohesh. Arsimi, shpresa e rreme. Në çdo vend normal, arsimi është rruga e shpëtimit. Në Shqipëri është rruga e zhgënjimit. Mësuesit mbijetojnë me paga qesharake. Shkollat janë të mbingarkuara, librat me gabime, universitetet me tarifa që studentët nuk i përballojnë dot. Rezultati? Studentët më të mirë ikin. Të tjerët mbeten, jo nga dashuria për vendin, por nga pamundësia për t'u larguar. Kështu lind një brez që nuk ka më ëndra, por vetëm plane për azil. Në vend të meritokracisë sundon nepotizmi. Në vend të dijes, diploma false. Në vend të ardhmes, lotari emigracioni. Çfarë mëson njeri sot në Shqipëri? Që ndershmëria nuk shpërblehet. Që puna nuk të çon askund. Që mënyra më e shpejtë për të bërë para është të jesh pjesë e sistemit që i grabit të tjerët. Varfëria e heshtur dhe pasuria e zhurmshme. Në Shqipëri, pasuria është e zhurmshme, e shfaqur, e shpërfillshme ndaj turpit. Makina të shtrenjta në një vend ku paga mesatare është më e ulta në euro. Vila në kodra të ndërtuara nga ata që kurrë s'kan punuar një ditë të ndershme. Ndërkohë, në lagjet periferike e në fshatra, njerëzit jetojnë me ndihma minimale, pa energji, pa mjek, pa rrugë. Por kjo pabarazi nuk shkakton më zemërim. Shqiptarët nuk protestojnë, jo sepse janë të lumtur, por sepse janë të lodhur. Kemi hyrë në fazën e apatisë kombëtare, ku askush nuk beson më se ndonjë ndryshim është i mundur. Media që hesht, drejtësia që friksohet. Në një vend normal, media do të ishte pushteti që mban përgjegjës qeverinë. Në Shqipëri, shumica e mediave janë pronë e oligarkëve që jetojnë nga tenderat e qeverisë. Gazetari që pyet shumë, pushohet.
Ai që hesht promovohet. Në vend të gazetarisë kemi propagandë, në vend të investigimit, show politik, në vend të analizës, servilizëm. E njëjta gjë ndodh me drejtësinë, vettingu ka larguar disa gjyqtar, por ka lënë të paprekur sistemin që i krijoi ata. Një sistem që nuk ndëshkon kurrë të fortët, por godet gjithmonë të dobëtit. Në Shqipëri, drejtësia nuk është e verbër, thjesht mban syt mbyllur kur shikon pushtetin. Emigrimi si shpëtim dhe mallkim. Në çdo familje shqiptare ka një antar jashtë. Një vëlla në Gjermani, një motër në Angli, një djalë në Greqi. Emigracioni është bërë si frymëmarrja, i domosdoshëm për të jetuar. Por me çdo njeri që largohet, Shqipëria humb diçka, një punëtor, një mjek, një student, një shpresë. Shteti e di këtë, por e pranon me qetësi. Sepse emigrantët dërgojnë para. Dhe ato para e mbajnë ekonominë artificialisht në këmbë. Por nuk ka ekonomi që mbijeton pa njerëz. Dhe një vend pa njerëz nuk është më vend, është territor, pa shpirt, pa të ardhme. Kur ikin të gjitha ata që e duan këtë tokë, kush mbetet? Ata që përfitojnë prej saj. Kthimi i moralit të përmbysur. Në çdo kafe të Tiranës do të dëgjosh të njëjtin diskutim, të jesh i ndershëm është për budallënj. Kjo frazë është pasqyra e moralit që ka prodhuar tranzicioni shqiptar. Një moral ku mashtrimi është zgjuarsi, ku vjedhja është aftësi, ku ligji është pengesë për të shmangur, jo rregull për të respektuar. Në këtë logjik, ai që punon ndershëm është i marrë. Ai që kërkon drejtësi, naiv. Ai që beson në shtet, qesharak. E pikërisht këtu qëndron absurdi, në Shqipëri, normaliteti është bërë çmenduri. Pse guxim prej budallaj? Sepse duhet të jesh i çmendur për të mos ikur, për të mos u korruptuar, për të mos gënjur. Duhet të jesh i çmendur për të besuar endet e mira, në një vend ku e keqja është bërë normë. Duhet të jesh budalla për të besuar se mund të ndryshosh diçka pa pasur parti, para apo pushtet. Por pikërisht ata budallënj janë shpresa e vetme që ky vend ka. Ata janë mësuesit që ende japin mësim me pasion. Janë gazetarët që shkruajnë të vërtetën edhe kur u rrezikohet puna. Janë prindërit që rrisin fëmijët me ndershmëri, edhe pse ndershmëria nuk paguhet. Ata janë guximtarët e heshtur që mbajnë Shqipërinë gjallë, përtej cinizmit, përtej zhgënjimit. Epilog, një vend që jeton në sarkazëm. Të jetosh në Shqipëri sot nuk është më një zgjedhje, është një provë karakteri. Në një vend ku çdo ditë duhet të luftosh me sistemin për të bërë gjën e drejtë, mbijetesa është heroizëm. Por është edhe tragjedi, sepse një vend nuk mund të ndërtohet mbi guxim individual, por mbi institucione kolektive. Deri atëherë, shqiptarët do të vazhdojnë të qeshin me vetveten, si mënyrën e fundit për të mos çmendur. Dhe fraza të jetosh në Shqipëri duhet guxim prej budallaj do të mbetet refreni i një populli që, mes dhimbjes dhe humorit, ka zgjedhur të mos dorëzohet, edhe kur çdo gjë tjetër është dorëzuar.